Dyta është direkt me kërku falje te Allahu xhaleshanu. Dhe edukata e katërt, mos u kthe më në gjuna. Mos u kthe në gjuna, sepse Zoti po na thot, thunë ju njerëz, Rabbi la tukhzini yawma yub'athun. O Zot, mos ma merr ftyrën ditën kur dalëm para Teje. Çka do thot kjo ajeti i Kuranit? Para këtë njerëzve, familjarëve tu, prindve tu, evladëve tu, Allah i dhul xhelal me ti qit gjunahet e tuja, këta e ke bërë, që e ke tua. O Allah, ma ke mshel, ma ke mshef, ma jetë mshef ja Rabbil Alamin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, nuk ka mundësi njeriu me lëviz në ditën kur dalën para Allahu dhul xhelal pa u pyet për katër gjëra. Pika e parë që ku më pyet, an umrihi fima afna, jetën tonë ku e ke qu. Ymrin që Zoti dhul xhelal ta ka caktuar me jetu 70 vjet, 50 vjet, 100 vjet, 40 vjet, ku e ke qu çat ymrin tonë? E ke qu në ibadete, në namazën, në Kur'an, tu i nimu fukaras, jetimit, familjen tu e dal, babenon tu respektu, apo ku e ke qu? Apo e ke qu të nkuar vish natën? Ku i ki namazet, ku i ki ibadetet? Nuk i me kalu hapin, pa u pyet për këta. Je prej atyne që ke plotsu kushtet me namazet, me punë të mira, ti me kalu. Je prej atyne që si ri, ymrin tën, ke harru, e s'ke mujt, e ke neglizhu, e ka fundi jetës je pendu, Allah është falsi madh, inshallah ti ka falë ato gjunahe.